Elda Laro që nga dita e sotme ka marrë zyrtarisht drejtimin e Orkestrës Simfonike të Shkodrës. Ajo është pritur fillimisht në një takim nga kryetari i Bashkisë Shkodër, i cili falenderoi artistin e njohur nga Shkodra për pranimin e ftesës për të çënë në krye të Orkestrës Simfonike si simbol të Shkodrës. Për artisten kjo ftesë, përveç rëndësisë së pozicionit, është edhe një privilegj për vetlidhjen e saj me Shkodrën. Jam shumë i kënaqur që të kam në këtë pjesë të ekipit dhe shpresoj shumë që të çojmë nivelin e më lartë. Nuk është se s'punuar, nuk është se si kemi. Problemi është që gjithmonë gjërat ecin edhe gjithmonë duhet të zhvillohen. Kemi pasur fokus tek orkestra dhe dim sensibilitetin e qytetit, siç e dini dhe ju. Kështu që besoj se të gjithë gjërat do të jenë në rrugën e duhur. Faleminderit që më keni dhënë këtë shansin me të vërtetë që të rikthehem në qytetin tim, sepse nuk i kisha menduar, me të thënë drejtën, nuk më duke e mundur një gjë e tillë. Edhe është një super lajm. Berlin Shkodër vjen maestro nga Berlini rikthehet në Shkodër, qytetin e saj është edhe shumë kënaqësi. Pas firmosjes së kontratës mes kryebashkiakut Benet Beci dhe dirigjentes dhe pianistes së njohur me famë ndërkombëtare, ajo ka takuar më pas të gjithë grupin e Orkestrës Simfonike të Shkodrës. Ajo komunikoi me artistët e orkestrës vizionin për një standard dhe nivel të ri të Orkestrës Simfonike të Shkodrës. E rëndësishme është që çdo njeri nga neve ta shikoj me pozitivitet. Pse? Sepse edhe ai njeri që vjen, domethënë, në këtë rast jam unë, ka ide të reja. Do sjelli artistë të rinj, do sjelli komplet gjëra të reja që ndoshta juve nuk i keni akoma eksperimentuar, nuk i keni jetuar akoma ndoshta. Edhe pse jo me qenë të hapur edhe për këtë gjë. Më kuptoni? Sigurisht, nuk shkohet kur mbrapa, ecet përpara, sepse gjithë bota është në zhvillim, në evolim. Kështu. Edhe unë shpresoj domethënë që këtë rrym, domethënë këtë energji pozitive, unë do ja sjell patjetër sepse unë kështu jam pozitive si person. E kam diellin gjithmonë me veten, më thënë drejtën, edhe në çdo moment, edhe ku duan që të më dëshpërojnë, unë jam me diell. Edhe do ju sjell gjëra të mrekullueshme. Artistë jashtëzakonshëm, shqiptar, edhe shkodran, sidomos edhe artistë të rinj, edhe do bëj domethënë gjëra që ndoshta deri tani nuk kanë qenë bëra. Kështu që të rinj domethënë të sorprezuar i çik. Ashtu, sepse Shkodra e meriton, pastaj unë nga Shkodra vi, kështu që kam dëshirë, domethënë edhe kam vullnetin edhe kam të energjinë e duar që të bëj këtë gjë, domethënë bashkë me juve. Sepse unë me juve jam bjerë jashtëzakonisht si në shtëpinë time. Elda Laro, pianiste dhe dirigjente, është pjesë e orkestrës së Berlinit dhe zgjedh të jetë pjesë e Shkodrës, qytetit ku lindi, për të dhënë kontributin e saj në fushën e artit dhe të kulturës, duke u bërë pjesë e stafit të Bashkisë Shkodër. Emrat mëdhenj të skenës shqiptare pritet të jenë pjesë e kalendarit artistik për gjatë vitit 2025 që do të realizojë kjo orkestër, simbol i qytetit të Shkodrës.